ju vekeq unë bani të bën ai punë, veç do të bënin ai punë që të për të bënë, për popullin në shok. Ai një gazetare, ai si një gazetare. Po. Ç'a punën na sugjeron ti për shembull? Na thuj punë, ç'a të bëni? Ju si gazetar, ç'a do të diskutoni? Ju gazetar do të greni zërin në të farfeje që ju e keni ndër. Edhe popullit do t'i bëni thirrje. Për çfarë për shembull? Për ekonominë, për qytetrimin, për gjithë gjanat. Për rrogat e për këtë. Nuk ka qytekuj, s'ka këtë pyetje qytekuj. Veç gazetarëve. Po, qytetarët vetë do ta ngrenë zërin? Ja kanë ngrenë qytetarët si pyet kush. Po shkonin bën votat aty, votat i vjedhin shtet me rupafshin. Po pysun ty për shembull, ngre zërin, për çfarë shqetësimin do flasim sot për shembull? Çfarë problematike? Konkrete, jo të përgjithshme si thua, ekonominë, qytetrimin e kulturën e për zbritjen e yjeve në tokë. Zbritjen e yjeve në tokë, ore. Populli është për bukë të gojës, o shok. Për bukë gojës. Se kam mbledhur populli për bukë gojës? Për bukë gojës, nuk kemi shtet, nuk ka drejti. Nuk ka shtet. Po shteti thot gjithmonë që ne jemi mirë, kemi rritur rrogat, është rritur mirëqenia, ka rënë çmimet, rënë çmimi i naftës, ka rënë 2500 lekë. Po jo se nafta është naltore, nafta nuk është me ne. Çmimi i gazit ka rënë në 1000 lekë. Ku më ka rënë më burr? Teke në Maqedoni. Më lirë se sa. Kush e ka më lirë? Ne në Shqipëri. Jo, ka Malizi dhe Maqedonia, Dibra e Madhe, ka më lirë. Kush e ftoi informacionet ju? Po jo, atje shkëmë mbrim naftë ne. Po. Atje është më shtrenjtë se sa këtu në Shqipëri. Jo, s'është. Është kundërta, nga ata që janë atje në Malizi, Maqedoni, ata vinë këtu për shembull. Po jo. S'ka mundsi. Nuk është mund më jepë. Që parlamentarët kanë rrogat e ulta për shembull. Po këtë pse s'flasim ne? Që politikanët i kanë rrogat e ulta. Populli zërin për këtë ne. Për ata njerëz që mendojnë për ne. Populli gënaqet të fol një pas i pyet kush. Nuk i pyet kush. Sa do pyet kush njëri. A janë të pyet kush bën në Amerikë çfarë bëj populli? Amerika drejton vendin. Amerika ka ndonjë. Amerika ka vendin. Amerika drejton vendin. Amerika ka hall më të madh tani se është në luftë me Iranin. Ja, nuk është në luftë se Amerika po drejton gjithë botën, jo vetë Shqipërinë. Po pse se merr dorë Shqipërinë? Pse s'po drejton Shqipërinë? A ke menduar ndonjëherë këtë? Po fjala presim që të bëjnë e sen. Po bën e sen. Sa kohë bëj që presim? Ja, presim sa dush, ka vitet tona që presim. Mërzitemi ne, nuk mërzitemi. Po, mërzitemi se kështu mësoi Shqipëria. Mësoi Shqipëria, shqiptarë që presin. Po për shqiptarët e tjerë që ikin largohen nga Shqipëria, çfarë mendimi? Shumë mirë ja bëjnë. Çfarë do bëjnë këtu? Shumë mirë ja bëjnë. Tu çiftëri ti si çiftëri, çfarë ke shtëpi? Jo. Ke rrogat, jo. Ta lëm të vendin. Ta lësh vendin. Po kurse bëj shteti dhe bështie unë? Kurse bëj shteti dhe bështie unë, kush dhe bëj? Shteti do të bëj, o shok. Shteti. Po s'deshëm ne se bëj shteti. Jo, po ti hongër me po ti pas pa të punë. Po. Pas pa të hongër me pi, pas pa të një shtëpi. Çfarë do bësh? Do ikësh. Jo, unë siki për vetë. Ja. Unë siki për vetë. Pse ti do të lejon Shqipërinë? A disa ke rrogën ti, si më pyet mu? A disa rroga? 400.000 lekë vjetra. Shtëpinë me qira ke 600, 550, 600. Nuk ke shtëpi pa qira në 600. Si do jetoj ai? Hajde morr rrogën për të paguar qiran, a për të hëngur bukën? Kështu që unë i bëj thirrje. Unë i bëj thirrje Amerikës. Që të vënë dorë thirrje Amerikës. Donald Trumpit. Thirrje Amerikës që të vënë dorë në Shqipëri. Po s'von dorë ai sa ai na drejton. Amerika në drejton. Po. Po sa të zgjidhet të problemet që ka me Iranin edhe këto tjera që ka këto luftat, konfliktet, do vi direkt Shqipëri të zgjidhë hallet e Shqipërisë. Atë ka zgjidh me kohë. E ka zgjidhur? I ka zgjidh me kohë. Jo neve, gjithë Europën e. Bota në një luftë botërore. Mendoni? Që mund të ketë një luftë tretë botërore nesër. Po luftë më ato pas popullit. Luftë më ato pas popullit të hongër të bre me punë tek te sa ne. Luftë më ato pas për ditë luftë popullit shqiptar. Populli shqiptar për ditë në luftë, edhe se njehen. S'njehen as mungesën e lekëve, s'njehen as mungesën e mësu, është bon për dhe, kara për dhe, s'ka që bëj. Që të shqetëson më shumë Shqipëri? Mu më shqetëson më shumë Shqipëri, pika parë një, mu vjekesh për djemë të ri, shiftet e reja, që janë gënë mjes, e s'moni vesh ku shkojnë. Ikin jermë, komplet. Jermë o gjithë populli, por çiftet e reja që duhet të bënë këtë vend,
po ikën jashtë shtetit. Në skesh më. Të vjen keq për ata çiftet e reja që ikin jashtë shtetit. Që ikin jashtë shtetit. Se unë vjen keq më pak më para thej bonë thirrje që të ikin gjithë valla. Po të ikin gjithë. Gjithë ikin edhe moshat e vjetra s'ka ku shkojnë. Po. Po mirë. Ku të shkojnë moshat e vjetra? Si pranon kush është si ka moshat e vjetra këtej. Kështu ka, po kështu e bën. Kështu është bën. Po për këta turistët që po vinë jetojnë këtu në Shqipëri. Kto vinë tallen me shqiptarët e hikin punë vet. Vinë tallen me shqiptarët e hikin punë vet, ato lekun e kanë, punën e kanë. Ne shqiptarët jemi racë përzierë apo racë pastër? Po Shqipërinë ka më 500 shekuj në sundim me qenë turkët. It's the first just for America. Hajde. Yeah. Because I'm not over there. I'm living over there. Si? Trumpi është më i miri për Amerikën, tha zotëria. Po ju mendoni se është më i miri për Amerikën Trumpi? Trumpi është më i miri për gjithë vendin, jo vetëm për Amerikën, për gjithë botën. Ai po drejton, ai po i baron. Ai pesë e mbrojti jetë që e kapi shkëja, e kapi tu flet gjumë. I harrejmë atij se ka. Po, Madurën. E kapi vetë se bëte keq në popull. Po dira, pse se ka bëj që bën keq për popullin? Avash, i thon është më fort që Dirama sa Maduro. Leprin e kap me sherrë. Po. Ban në fund. Do ta kapi thuj ditë e Diramën, Trumpi. Trumpi na drejton. Se s'ban. Po pse se hiq, pse se hiq te Dirama për shkak? Shi sa turist, shikoj. Turistë vinë këtu, ikin gjithë halla, gjithë daja. Hello. Hello. Hallo. Hallo. Shi sa të lumtur ja. Hallo. 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 Where are you from? Hallo. 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 Hidele, diet. Knashe Shqipëri ta. Knashe Shqipëri. Më knaqe. Knashe Shqipëri e ikin. Shive. Po e kanë mirë ato. Këto krenohet e Dirama. Berisha, gjithë. Jo, do të krenohet pa popullin e vet në radh parë. Jo, me këto krenohet ai sot më. Me çfarë do të krenohet ai? Do të krenohet me popullin e vet një. Po ja, ti po thua tani, ti po thua që shqiptarët, rinjia shqiptarët të iki jashtë dhe të vinë këta. Si pjesë e këtyre do qëndrojnë këtu në Shqipëri. Po mirë që të paguash ty, si të tapësh rrogën ty, ti je tamam, ti nuk ik. Ore, po se kërkova unë rrogën, po se kërkova unë mirë në këtë vendi, nuk e bën Dirama ose Berisha, kushdo që është nga këta në pushtet domoshta. Po inshallah do bëhet, inshallah do bëhet. Inshallah po Trumpi po. A zonj, si mendoni ju? Po. Në rregull? Kalosh i mirë, gjithë mirë. Inshallah bëhet më mirë. Inshallah. I Zotit inshallah. Jo, di Trumpi se zoti. E di Trumpi. Amerika. Mos kujto se bëjmë gjona, jo. E bë Amerika, qartë thot Amerika bëhet. Por po pse s'po e bën më bu? Çfarë thotë kemi kaq kohë, sa u bë Trumpi që e ka marrë? Pse s'e bën? Kishim Bidenin, Trumpi Biden. Ishte Trumpi para Bidenit prapë se boni, por ky ka 4 mandate që është tu. Pra, ka kap 2 herë Trumpi që ka lëviz. Herë në mes ishte Bideni edhe prapë nuk është. Ti thua Amerika. Çfarë Amerika? Kush Amerika? Amerika, veç Amerika kanë dhe. Por mos e ka manipuluar Trumpi ky? Nuk dihet. Ja ka fut. Ja, nuk hin atë Trumpi. Nuk hin, nuk hin. Korrupsion Sazani pra, ja do gocës. Si korrupsion Trumpi. Ja do gocës vet. Trumpi nuk hin, s'ka për me gocën e. Aja është tamam. Si. Tamam është. Trumpi është tamam. Jo, tamam, po e mbron luftën Trumpi. Po e mbron. E shef çfarë po bën, po e mbron luftën. Se ti ishte përbën luftë, ishte një tjetë që e bon, po Trumpi po e mbron, bravo i qoftë. Halal e babzoti për Amerikën, Shqipërinë e shket kur t'i vendër. Donald Trump for Albania, ha? Albania.